Mirë dita dhe mirë se keni ardhur në një ngjarje shumë të rëndësishme për qytetin e Prizrenit. Dhe jo vetëm për qytetin e Prizrenit, por për komunën e Prizrenit dhe për Kosovën. Jemi bërë sot bashkë këtu për të promovuar një libër të një njeriu i cili ka lënë gjurmë në Prizren. Ka lënë gjurmë në Fletë të Bardhë, ka lënë gjurmë në institucione. Bëhet fjalë për promovimin e librit Arsimi fillor dhe i mesëm në komunën e Prizrenit 1945-1999 me tekst të veçantë vitet 90-99, postmortem të autorit Met Shatri. Po shoh këtu sot shumë njerëz, bashkëpunëtor, miq, koleg, familjar dhe mbi të gjitha zyrtar dhe i zyrtar të komunës së Prizrenit. Kjo nënkupton dhe dëshmon më së miri se i ndjeri Met Shatri ka pas një bashkëpunim shumë të mirë me të gjithë nga ju dhe me të gjithë ne. Prandaj ju falenderoj në emër të familjes që jeni bashkangjit ftesës dhe po merrni pjesë në promovimin e librit postmortem të autorit Met Shatri. Dhe nga ju do të kërkoj një minutë heshtje për të ndjerin Met Shatri. Lavdi. Me këtë rast, do t'i falenderoja edhe familjarët të cilët e kanë bërë të mundur këtë organizim të promovimit të librit dhe njëkohësisht edhe recenzentët dhe të tjerët të cilët kanë qenë pjesë e punimit të këtij libri. Me tekste veçantë redaktorët dhe kolegët për praninë. Prandaj të nderuar të pranishëm, në pamundësi që biografinë ta lexoj Bajram Shatri, unë do të përpiqem që ta lexoj biografinë e të ndjerit Met Shatri. Është shumë emocionuese sepse autori nuk gjendet në mesin tonë, por vepra e tij do të mbetet gjithmonë këtu me ne dhe me ju në sirtar, në biblioteka, në shtëpitë tona, kudo që jetojmë dhe frymojmë. Vetëm për mësuesin flitet një shekull i tërë. Met Shatri, personalitet që nderon arsimin, kombin dhe atdhejën. U lind me 5 qershor të vitit 1948 në fshatin Tomac, komuna e Istogut. Shkollën fillore kreu në Gurakoc, gjimnazi në Pe, kurse studimet e larta në Degën, gjuhë e letërsi shqipe, i mbaroi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Met Shatri është një personalitet i njohur i cili ka lënë gjurmë të mira në fushën e arsimit e kulturës, publicistikës e historisë së zhvillimit të arsimit e shkollave në gjuhën shqipe. Është shquar për veprimtarinë e tij patriotike në dobi të kombit të atdheut, prandaj është burgosur nga regjimi i kohës. Disa nga shkrimet janë botuar në gjalljet e tij, mirë po disa sosh pas kalimit në amshim kanë mbetur në dorëshkrim. Në këtë shkrim prezantues janë fokusuar të paraqes dihet në vija të trasha jetën, veprimtarinë dhe kontributin e Met Shatrit, i cili është veçuar në 2 fusha, në fushën e arsimit dhe atë të krijimtarisë publicistike shkencore. Qysh në femiri, Met Shatri është dalluar për zgjuarsinë, talentin, zhdërvjellësinë, shpirtbartësinë e dashurinë ndaj librit e dijes. Po përmend një detaj nga shkollimi i mesëm. Pas përfundimit të gjimnazit në verë të vitit 1967 dhe dhënies me sukses të provimeve diferenciale në normalen e Prizrenit, me rastin e diplomimit në normalen e Mitrovicës, punimi hartimi i tij me shkrim nuk ishte vlerësuar me notë, por vetëm hartimi është i kopjuar. Profesori Ehat Prekazi e kishte lexuar me kujdes hartimin dhe i kishte pëlqyer shumë. Mirë po, duke dyshuar në aftësitë e kandidatit, shton se punimi është kopjuar. Meta me plot sinqeritet, shoqëruar me një buzëqeshje të qitër e njerëzore, i përgjigjës se kopjimi nuk i bën derë as atij, as asnjërit që pretendon të jetë nesër një mësues i devotshëm. Kështu që për ta bindur atë dhe komisionin se nuk ka kopjuar, le t'ja caktojmë për të mbarështruar një temë të re. Kështu bien dakord edhe antarët e komisionit. Pas leximit, profesor Ehat Prekazi deklaron hapur edhe para profesorëve të gjimnazit e normales se punimi që është vlerësuar me notë më të lartë dëshmon për talentin e prirjen e kandidatit. Një punim të tillë kaq të arrir nuk kam lexuar as nga nxënësit e rregullt, as nga ata me korrespondencë. Veprimtaria arsimore.
Ëndër e Met Shatrit ishte që të bëjë mësues dhe të kryej misionin e shenjtë të tij. Në ato vite kishte nevoja të mëdha për mësues të kualifikuar anë kënd Kosovës. Me sugjerimin tim si mësues me përvojë 1 vjeçare, Meta u inkuadrua në shkollën fillore Avni Rustemi në Zallç, atëherë paralele e ndarë shkollës së Osojanit. 2 vjet më vonë, shkolla e Zallçit, e cila u pavarësua nga ajo A me Osojanit në vitin 1970, u pagëzua me emrin e herojit Avni Rustemi. Propozimin dhe arsyetimin me shkrim bashkë me biografinë e Avniut për të marrë lejen e emërimit të shkollës e kishte bërë Met Shatri. Kryetari i komunës, Adri Kabashi, duke vlerësuar punën e përkushtuar, autoritetin dhe nivelin intelektual të mësuesit Met, e pranon pas një hezitim propozimin e tij që shkolla të marrë emrin e herojit kombëtar Avni Rustemi. Met Shatri ka punuar 7 vjet me radhë, shtator 1967, prill të vitit 1974 në shkollën fillore në Zallç. Sa ka punuar si mësues klase, si mësimdhënës i gjuhës shqipe në klasën e lartë të shkollës fillore, është quar për punën e përkushtuar në edukimin dhe arsimimin e gjeneratës së re. Takt pedagogjik, korreksi, bashkëpunim e afri me të gjithë. Nxënës, kolegë, prindër e të tjerë. Së shpejti u bë modeli mësimdhënësit për nxënës dhe kolegë. Vlerësimet e këshilltarëve pedagogjik të PES gjithherë kanë qenë maksimale. Gjatë kësaj kohe Meta krahas punëve arsimore është marrë edhe me veprimtari ilegale patriotike. Organet të UDB-s që kanë përcjell veprimtarinë e tij politike patriotike e kanë burgosur bashkë me Xhafer Shatrin. Xhaferi është dënuar me 8 vjet burg, ndërsa Meta me 3 vjet burg. Kështu vuajti dënimin me 2 vjet heqje lirie dhe pastaj vazhdimisht i survërejtur, i mbajtur në shënjesër të organeve të pushtetit komunist jugoslav. Pas daljes nga burgu, i ecshëm për t'i zgjeruar e thelluar njohuritë, i jepet mundësia t'i përfundoj studimet në Fakultetin Filozofik Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Prishtinë, ku arriti edhe të diplomoj me sukses. Ishte i papunë dhe me ndihmën e Nexhat Shatrit e disa miqeve nga Suareka, në vitin 1976 inkuadrohet mësimdhënës i gjuhës shqipe në Gjimnazin Jeta e Re të Suarekës. Pas punës 2 vjeçare në këtë institucion të mesëm arsimor në vitin 1978 inkuadrohet si lektor në shtypshkronjën Ramis Sadiku në Prizren. Për punën e tij deri në vitin 1991 flasin me admirim autorët e teksteve dhe që i lekturonte Meta. Profesori i njohur i kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik, profesor doktor Hajrullah Gorani, autor i shumë teksteve, mes tjerash hartuesi një teksti leksikografik, kishte deklaruar me një rast se lektor më të mirë nuk kam hasur asnjëherë në asnjë libër timin. Në vitin 1991, Meta, si të gjithë punëtorët tjerë shqiptar, është përjashtuar nga puna në shtypshkronjë. Megjithatë, arrin të inkuadrohet në rrjedhat e arsimit në entin pedagogjik komunal. Në këtë institucion të rëndësishëm, ai ka arritur të jap kontributin e tij maksimal në organizimin e procesit mësimor në kushte dhe rrethana të jashtëzakonshme. Mësimdhënësit shqiptar në atë kohë, siç dihet, janë ballafaquar me probleme të shumta organizative, profesionale, e sidomos me ato politike në rrethana të dhunës e terrorit shtetëror serb. Meta në këto kushte të reja u angazhua në sigurimin e infrastrukturës së shkollave, në lokale shtëpi shkolla, në sigurimin e planeve dhe programeve të reja mësimore dhe preambulën e Republikës së Kosovës, në sigurimin e teksteve dhe të mjeteve mësimore e të tjerë. Ai për çdo vit i vizitonte shkollat, duke i motivuar për krahur moralisht, duke i ndihmuar e këshilluar punëtorët e arsimit se si të punojnë, se si të hartojnë plane dhe programe të reja mësimore, se si të punojnë me nxënës dhe forma tjera të punës. Duke e parë punën me përkushtimin dhe vizionin e tij për mbijetesën e shkollës së arsimit shqip me 2 gusht të vitit 1995, emërohet udhëheqës në sektorin e mbikëqyrjes pedagogjike në Këshillin Komunal të Arsimit në Prizren. Në këtë sektor ka punuar deri me 16 mars të vitit 1999. Vlen të theksojmë se gjatë kësaj periudhe shumë të vështirë të mbijetesës së arsimit shqip në Kosovë, në përgjithësi edhe në Prizren në veçanti, Met Shatri ka arritur të bëjë analiza të thukta të punës së shkollave, punës së mësimdhënësve dhe të suksesit të nxënësve. Këto analizat, të cilat i kam ruajtur që të mos bien në dorën grabitçare të Serbisë, në Institutin Pedagogjik të Kosovës janë vlerësuar si modele shembullore se si duhet hartuar analizat profesionale gjithëpërfshirëse të zyrtarëve komunal të arsimit. Pas përfundimit të luftës dhe çlirimit të Kosovës në vitin 1999, nga enti pedagogjik, Met Shatri emërohet në fillim koordinator e pastaj drejtor në drejtorinë e arsimit në komunën e Prizrenit.
Veprimtaria publicistike dhe shkencore e zotit Met Shatri. Met Shatri krahas veprimtarisë arsimore edukative e pedagogjike është marrë me përkushtim edhe me veprimtari publicistike shkencore, me bashkautorësi me Xhafer Shatrin pas disa vitesh pune të përbashkët e parreshtur, duke hulumtuar publikimet në shtypin e Kosovës dhe të Beogradit, duke studiuar publikime dhe duke intervistuar shumë aktorë të ngjarjeve të ushtrisë serbo-slave, botuan librin historik monografik Një gur për varrin e ushtarit që e vran, kushtuar jetës dhe veprës së Aki Recep Shatrit të vrarë me 2 shkurt të vitit 1986 në kazermën ushtarake të Sarajevës dhe të gjithë ushtarëve të vrarë nga ushtria serbo-slave. Kjo vepër që pati jehon në opinionin e gjerë kosovare me gjerë është një monument historik për të gjithë ushtarët e vrarë shqiptarë, sidomos në vitet e 80 të shekullit të kaluar. Në vitin 2017, Met Shatri ka botuar veprën Shkolla dhe arsimi në prefekturën e Prizrenit 1989-1944. Për të shkruar studim monografik, ai ka hulumtuar në Arkivin Shtetëror të Kosovës, në Arkivin e Prizrenit dhe në Arkivin e Gjakovës. Në këto arkiva ka gjetur të dhëna shumë të rëndësishme që deri më atëherë kanë qenë të panjohura jo vetëm për opinionin e gjerë, por edhe për vetë studiuesit kosovar. Autori ka shfrytëzuar gjithashtu edhe të gjitha veprat autorëve shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria, që kanë pasur të bëjnë me historinë e arsimit dhe sidomos me atë që lidhet me Prizrenin. Siç thekson në një rast, Met Shatri, inspirim për hartimin e kësaj vepre ka pasur Mixhen Halil Sylën, i cili rrafente shpesh me admirim për kohën kur kishte qenë vetë nxënës i shkollës së parë shqipe në Gurakoc, për mësuesit, për abetaren e parë dhe për mësuesin Muharrem Blakçorin. Kështu Meta, gjithë një kureshtar për të ditur sa më shumë se si është punuar, me çfarë planesh dhe tekstesh është punuar, çfarë rezultatesh janë arritur atëherë, ka hulumtuar dhe ka arritur të hedhë mjaft dritë në këtë drejtim. Kjo vepër u botua nga koha dhe ka 495 faqe. Përmbajtja e tekstit përmban dokumentet të hershme të gjuhës shqipe, shkollat e hershme katolike në Kosovë, arsimi dhe kultura shqipe në periudhën 1908-1912, zhvillimi i arsimit shqip në Kosovë 1915-1918, shkolla dhe arsimi në qarkun e Prizrenit 1918-1941, pushteti civil në prefekturën e Prizrenit 1941-1944, arsimi fillor në prefekturën e Prizrenit 1941-1944 dhe arsimi i mesëm në prefekturën e Prizrenit 1941-1944. Pra, si që shihet në këtë vepër, autori nuk shkruan vetëm për shkollat fillore të Prizrenit, por edhe për shkollat fillore të nën prefekturave të Prizrenit që funksionuan gjatë viteve 1941-44 edhe në rrethinën e Suarekës, Dragashit, Rahovesit, Gjakovës dhe Deçanit. Për vlerën shkencore të kësaj vepre dëshmojnë citimet të shumta të studiuesve të kësaj fushë nga Prizreni dhe sidomos nga Gjakova e Mëxher. Met Shatri ka lënë në dorëshkrim librin që po e promovojmë sot, Shkolla dhe arsimi fillor dhe i mesëm në Prizren 1945-1999, me tekste veçantë gjatë periudhës 1990-99, duke përfshirë kushtet dhe rrethanat e jashtëzakonshme në të cilat kanë punuar të gjitha institucionet arsimore në mbar Kosovën e veçanërisht në komunën e Prizrenit. Për këtë libër do të flasim profesor Skender Susuri, redaktori, i cili ka bërë në fakt një punë të jashtëzakonshme në përfundimin e librit, të cilën e kompletoi në fakt me shtjellime të reja si dhe profesor Fadil Kryeziu, recenzent. Si gjithmonë edhe sot, jam falendërues Metës për kënaqësinë që më ka krijuar gjatë gjithë kohës sa kam punuar me të, gjatë gjithë kohës sa kemi bashkëpunuar në mënyrë private dhe profesionale në fushat të ndryshme të jetës. Shpirti i bartë i tij sot është në përjetësi. Met Shatri është i pavdekshëm. Ai jeton në kujtesën tonë në një trajt tjetër, me fjalët plot urtësi, me sjelljen fisnike e burrërore, me punën e angazhimin prometik në dobi të arsimit, shkencës, atë dheut e kombit. Lavdi jetës dhe punës së vëllait tim Met Hysenit. Met Hysen Shatrin, pak e ka pas. Zoti Bajram Shatri, a e kemi këtu apo jo? Zoti Bajram Shatri, e keni bërë një përmbledhje shumë të mirë. Shpresoj pak a shumë të kam shku në vijën të cilën e keni dashur ju me prezentu para publikut, por megjithatë emocionet janë të ndryshme nga një prezantues dhe nga një familjar. Unë ju përgëzoj për punën që keni bërë.
Të nderuar të pranishëm, ishte një biografi shumë e mirë, shumë përmbajtësore, shumë e thukt, e përcollet më shumë vëmendje, ju kam parë secilin një nga një, e tani i japim fjalën zotit Skënder Susuri, redaktori i librit. Skënder, besoj se nuk e zgjati shumë se mikrofonin kam qef me nalë. Faleminderit, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar ish bashkëpunëtor të profesor Metës, të nderuar deputet, të nderuar ish kryeministra, ish ministra, të nderuar drejtor të shkollave të viteve 90-99, shumë nderume dhe respektume familja Meta. Unë sot me të vërtet jam edhe i privilegjuar, por edhe i emocionuar. Unë profesor Metën e kum njoft që nga viti 1995, bashkë me profesor Asanotin, kur kanë marrë një detyrë shumë të rëndësishme, shumë të shejtë edhe shumë të rrezikshme, me udhëheq me këshillat komunale për arsim në komunën e Prizrenit. Fjalimi im që është përgatit sot ka bukur faqe, por unë do të mundohem me qenë i shkurt edhe për efekt kohe, edhe për ti mos i përsëritur nga dyher gjërat. Profesor Meta këtë vepër ose këtë libër e ka fillu në vitin 2017, posa ka përfundue librin për shkollat dhe arsimin në prefekturën e Prizrenit 42-44. Më kaftu mu, nga që unë e kum njoft, më kaftu mu në Hotel Terond dhe kemi pi një kafe. Më ka thonë Skënder, unë tani nuk do të ndalem, do të vazhdoj me një libër tjetër që ka të bëj me arsimin në komunën e Prizrenit nga viti 45 deri në vitin 99. Unë e kum përgëzu, a i pse më ka thirë mu, ka qenë fakti se unë në bashkëautorësi me një koleg, pa ta shkru një libër për arsimin në Prizren, por ne pa të nashkru në periudhën 90-99. Dhe tha që unë do të plotësoj librin me të tjera të dhona, i thash veç të uroj suksese. Dhe vazhdimisht kom qenë në hap me atë që ka punu profesori. Në momentin kur për herë të parë jam taku me bujarin, të cilin e falenderoj, ka ardhur tek unë ku punoj aty dhe bujari më ka thonë që më marrë me punën e recenzentit. Unë mi u thonë drejtën duke ndi veten përgjegjës ta quaj ashtu ndaj profesorit për shkak angazhimeve, kontributit ti, e kom pranu që në fillim me kënaqësi. Dhe kom kërku që me profesor Bajram Shatrin me pas bashkëpunim, sepse profesori duke qenë një autor i shquar i studime në fushën e arsimit, nuk më kishte me mlon me bodë një gabim. Dhe kështu kemi fillu, por me kalimin e kohës, profesor Bajram Shatri edhe bujari ma kam besu detyrën e redaktorit. Unë e kum pranu, por e kum pranu me një kush që recenzenti, Fadil Kryziu, doktori dhe profesor Bajram Shatri, vazhdimisht me qenë afër meje edhe figurativisht me më të rek veshin nëse gaboj diçka. Gjatë gjithë kësaj periudhe që kemi punu në redaktim të librit, unë kum pas kontaktet vazhdueshme me profesor Bajram Shatrin edhe doktor Fadilin, të cilët i falenderoj publikisht. Edhe pa ndihmën e tyre kishim pas vështirë. Gjithashtu edhe bujarin që më ka qëndru afër në gjitha drejtimet, sidomos në drejtimet që i kum pas teknike. E thom me plot përgjegjësi se ndërhyrjet të cilët i kum bën si redaktor janë shumë simbolike, sepse profesori ka arrit deri në kapitullin e 8 me punu vet librin. Ndërhyrjet tona kanë qenë ta quaj ashtu më shumë teknike ose formale, dhe në kapitullin e 9 ne kemi ndërhy, sepse profesori nuk ka arrit kapitullin e 9 ta mbyll. Dhe në kapitullin e 9 ne jemi bazue në shumicën e rasteve me materialet të cilët i kemi marrë nga libri i Bajram Shatrit, zhvillimi i arsimit të mesëm në Kosovë. E kemi citu dhe kemi vendos fusnot. Libri ka shumë rëndësi dhe fiton në peshë sepse një pjesë të madhe është për herë të parë publikohen, në veçanti tabelat, numrat e nxënësve, të personelit, struktura kualifikuese mësimdhënësve, shtëpitë shkolla dhe gjitha të dhonat që kanë të bëjnë me arsimin, në veçanti me theks veçantë periudha nga viti 90 deri në vitin 99, periudha më e vështirë, më e rëndë për shkollën shqipe, kur Serbia ishte vërsul me gjitha mjetet, me gjitha mekanizmat e vet,
jo vetëm me zhbon shkollën Shqipe, po edhe me serbizu Kosovën. Edhe diçka ju siguroj, mund këtë libri ndonjë mangësi të cilën autori nuk ka arrit ta përmbledh sepse është normale, por ajo që e lexoni t'jeni sigur se është e saktë, sepse profesor Meta Indjer ka qenë aq parimor, nuk të ka fal asgjë pa pas të dokumentuar. Drejtorët e shkollave që janë këtu prezent, që i falenderoj, e din kur kemi dorëzu tabela statistikore të profesorin DKA, nuk i dorëzojshna në kohën në mëngjes, se profesori na kontrolloi ka aty për aty, po zakonisht i liqna mazditë kur lodhët profesori, që kur shkojshna në shkolla i thoshna hajtë se nesër vina profesor. Dhe më gjitha dhonat që të janë shumë precize dhe shumë të sakta. Libri është voluminos, ka 772 faqe, është ndarë në 9 kapituj. Se cili kapitull e trajton një çështje, kapitulli i parë, profesori e ka mërtu 1 shekull e gjysmë për pjekës të shqiptarëve për pavarësi, liri dhe arsim kombëtar. Është një përshkrim i shkurtër, i detajuar duke fillu nga traktati Shën Stefanit, nga lidhja Prizrenit, përfundon me zhvillimin e arsimit në Kosovë në vitin 1915-18, në vitin kur në kohën e pushtimit austro-hungarez në territorin e Prizrenit dhe disa vise tjera të Kosovës kanë funksionu shkolla shqipe laike. Kapitulli 2 është kapitulli që profesori e ka dash mas shumti. Fletë në mënyrë të detajume për zhvillimet arsimore dhe shkollën shqipe në vitin 42-44, që profesori Ndjer e ka quajt në viset e çliruara, sepse janë llogarit viset e çliruara. Këtu e ka me lot këtë pjesë. Në veçanti që janë edhe përfaqësues të gjimnazit tu, liceun Gjon Buzuku. Liceun Gjon Buzuku e ka pas në thojza pikë të dobët. Në kapitullin e 3 është një kapitull shumë interesant që profesori flet për disa zhvillime shoqërore, politike, kulturore dhe arsimore ndërmjet shqiptarëve dhe sërbëve në Kosovë gjatë vitit 20. I përmbledh me pedantri edhe me shumë kujdes gjitha replikat, gjitha polemikat që kanë pas inteligjenca shqiptare dhe ajo sërbe sa i përket Kosovës, zhvillimeve shoqërore, politike, arsimore të tjerë, duke filluar nga akademiku Ndjer Mark Krasniqi e në vazhdim. Kapitulli 4 është kryekput kapitulli cili fol për rrethonat e përgjithshme arsimore në Kosovë, 45, 89 dhe bën periodizimin e arsimit. Faza parë, faza 2, faza 3, të gjitha i ka të detajume dhe me tabela përkatëse. Domethënë e mbulon me tabelë. Nuk ka që flet narrativ e nuk ka tabelë. Kjo librin e bën domethënë një dokument me vlera të mëdha edhe për ulëmtuesit të arshëm, për studiuesit që studiojnë këtë fushë. Kapitulli i 5 është kapitulli që kushtohet arsimit në Prizren, po tani në Prizren, domethënë nga 45 deri në vitin 99. Ne e kemi thonë që libri është me theks të veçantë, 90-99, po t'jeni të bindur se libri nuk është vetëm 90-99, po është nga 45, sepse përmban shumë dhona, shumë tabela. Në kapitulli 6 është kapitulli i veçantë i cili u kushtohet arsimit në Prizren 90-99. Kapitulli i cili në mënyrë shumë të detajuar përshkruan gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, gjithë apartheidin, gjithë presionin, gjithë dhunën, gjitha llojet e të tjera të presioneve të cilat i ka ushtruar pushteti i kohës. Janë izolimet, janë burgosit, janë malltretimet, janë shkatrimet, djegjet, vrasjet, bisedat informative. Një pjesë ju që jeni sot në audiencë, keni qenë vetë pjesë e atyre përpjekjeve domethënë sërbe për me serbizu shkollën shqipe. E kemi këtu edhe ish sekretar në shërbimeve shoqërore Ajda Rexha, i cili ka qenë në ballë të këtyre veprimeve në mbrojtje të shkollës shqipe, edhe faleminderit sekretar që ka këtu. Gjithmonë je i nderuar. Kapitulli i 7 flet për çështje financiare. Kapitull me cilën domethënë profesori në mënyrë shumë precize përcakton ose shkruan për bazat materiale dhe aspektet e tjera përmbajtësore të arsimit në komunën e Prizrenit. Ndalimet në financa, grumbullimet, keni qenë ministër ju pjesë e atij projekti, mbulimet, mjetet e tjerë dhe një pjesë ja kushton planeve dhe programeve. Sepse e gjithë gjurulltia, e gjithë shamata, e gjithë mosmarrveshja u bë për shkak plane dhe programe mësimore me cilat Serbia domthon ka dashur me serbizu Kosovën.
Kapitulli 8 është kapitull me interes për gjithë ata që punojnë komunën e Prizrenit, sepse profesor Meta, që se ka bo deri tash asnjë autor, ka arrit me fol për të 26 shkollat profesor të cilët kanë vepru në atë kohë në Prizren. Ka dhënë dhona elementare, fillimi, si u themelu, si u zhvillu shkolla, dhe ka dhënë tabela statistikore për numrin e nxënësve për secilën shkollë veç e veç 90-99. Domthonë secila shkollë, secili drejtar. Dhe në kapitullin e 8 ndodhet edhe lista, nuk ka pritu me bo edhe listën e gjithë mësimdhënësve të cilët kanë punu me ditarin dorë, që janë me mia. Veloni pa ta thonë, mos i shënobe prof, tha jo se ju metim nak. Prandaj për këtë arsye vepra e profesor Metës do të mete gjallë për gjithmonë. Në kapitullin e 9, profesori ka fol vetëm për shkollat e mesme në komunën e Prizrenit, duke fillu nga medreset e para në Prizren e deri në ditët e sotme. Thash edhe njerë në veçanti gjimnazi Gjon Buzuku liceu dhe shkolla normale kanë qenë dy shkolla ku profesori me imsi i ka përshkru gjitha zhvillimet. Dhe në fund, edhe pse profesori nuk e ka vendosur në fund, po unë konsultim me recenzentin edhe me profesor Bajramin, e ka një, ta quaj ashtu, një përshkrim të detajuar për akademikun e ndjerë një nga kolosët e shqiptarisë, profesor Femi Agonin. Dhe ne e kemi patë arsyeshme mos me ndru asë një fjalë atë çfarë ka lonë porosi profesori. Do shta ju lova pak dhe nuk di sa kum qeni qartë, ju faleminderit në vëmendje edhe uroj që librin ku ta merrni me lexue me interes. Faleminderit. Faleminderit shumë Skënder. Tani japim fjalën recenzentit të librit, doktorit Fadil Kryezia. Përshëndetje për gjithë, të nderuara familja Shatri, të nderuar pranishëm, deputet, kryeministër, ish-kryeministër, ministra, të mëparshëm, i nderuar i drejtor, ish-drejtori i arsimit, profesor Sanuti. Është pak vështirë për mu që të flas për Bacin Med, për shkak se një kohë unë kam bashkëjetu dhe kam bashkëvepruar me të, por detyra mu letu kur mora përsipër që të bëj recensionin e librit. Prandaj du të falenderoj para se të filloj të lexoj recensionin, posaçërisht angazhimin e Tbirit, Bujarit, pastaj Skënderin dhe profesor Bajramin që me një zell të jashtëzakonshëm pra u kujdesin që sot librin të kemi përpara dhe një libër që mbetën dhe do të mbetet për vite, ndoshta edhe shekuj në kujtesën tonë. Ka një sentencë që thuhet se popujt që nuk e ruajnë historinë e vet ose shkruajnë historinë e vet, janë të dënjuar të shuhen. Puna e Met Shatrit në këtë drejtim ka bërë që historiku i arsimit shqip në Prizren të jetë i veçantë dhe të mbijetoj ashtu siç ka mbijetuar tutje. Të nderuar, arsimi fillor dhe i mesëm komunën e Prizrenit më thekst veçantë në vitet 1990-99, i autorit Met Shatri përfaqëson një vepër dokumentare me rëndësi të veçantë historike dhe edukative, që hedh dritë mbi një nga periudhat më sfiduese për arsimin shqiptar në Kosovë. Përmes një ulëmtimi të kujdesshëm dhe një përkushtimi të theksuar ndaj të së vërtetës historike, autori ka ndërtuar një dëshmi të vlefshme për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm mbi qendresën arsimore dhe përpjekjet heroike të mësuesve, nxënësve, prindërve në Prizren dhe më gjerë përgjatë viteve të okupimit 1990-99. Unë shoh këtu të pranishëm, bashkëpunëtorë dhe të Metës, punëtorë të arsimit, pra që kanë përjetuar këtë periudhë, prandaj rëndësia veprës është edhe më e madhe në këtë rast. Që në pjesën e parë të librit, autori sqaron qasjen e tij metodologjike, duke u mbështetur në dokumente arkivore, dëshmi personale, intervista, ligje dhe vendime të kohës, si dhe përvoja të drejtë për drejta në terren. Kjo e bën librin jo vetëm një kronikë historike, por edhe një analizë të thelluar të një periudhe të errët për arsimin shqiptar në Kosovë, ku strukturat legale u rrënuan dhe sistemi paralel arsimor u ndërtua mbi bazat e vullnetit, solidaritetit dhe sakrificës.
Libri është i ndarë në një sër kapitull që trajtojnë në mënyrë të detajuar zhvillimin e arsimit fillor të të mesëm komunën e Prizrenit gjatë dekadës së fundit të shekullit 20, më theks pra të veçantë në vitet e luftës së ftohtë arsimore, po themi, e që besa unë them, edhe përveluese nga dhuna e okupatorit, kur mësimi zhvilloi në shtëpi private, pa paga, pa mjete teknike, pa siguri dhe shpesh në kërcënimin e ndëshkimeve nga pushteti serb. Një nga pikat më të forta të librit është trajtimi i strukturave organizative të arsimit gjatë vitit 1990-91 në komunën e Prizrenit, duke përfshirë këtu rolin e këshillave të arsimit, komisioneve të prindërve, drejtorive të shkollave dhe organizatave studentore. Ai ka arritur të pasqyrojë me besnikëri dhe saktësi kontributin e secilës halkë në mbajtjen gjallë të arsimit shqip, pavarësisht represionit shtetëror të dhunshëm dhe okupues. Shatri nuk mjaftohej për shkrimit të sfidave institucionale, por zgjerohet edhe në aspektin emocional njerëzor, duke sjellë në parë reagime reale të mësuesve që punonin pa shpërblim, të nxënësve që mësonin në kushte të pamundura dhe prindërve që hapnin dyert të shtëpive për të siguruar vazhdimsinë e dijes. Në këtë kontekst, vepra është dëshmi e gjallë e një epoke rezistence. Autori me stil të qartë, pa ngarkesa të panevojshme gjuhësore, arrin të ruaj objektivitetin shkencor duke kombinuar të dhënat faktografike në reflektime personale dhe përvojën profesionale. Në mungesë të një dokumentacionit të bollshëm institucional për këtë periudhë, libri i profesor Shatrit vjen si një arkiv alternativ i ndërtuar mbi kujtesën kolektive dhe dokumente të shpëtuara nga koha. Ai mbush një boshllëk të rëndësishëm në historiografinë e arsimit shqiptar në Kosovë dhe konkretisht në komunën e Prizrenit, pra një qendër arsimore me peshë historike dhe kulturore. Vepra mund të shërbejë si burim referimi për studiuesit, për studentët e fushës së edukimit, për historianët, por edhe për politikbërësit që shpesh harrojnë se arsimi nuk është vetëm një sektor administrativ, por një mekanizëm thelbësor i rezistencës kombëtare dhe ruajtjes së identitetit. Ajo që e dallon këtë vepër është përkushtimi i autorit për të ruajtur një narrativ të saktë dhe të paanshme. Megjithëse vetë ka qenë pjesë aktive e sistemit arsimor në atë kohë, Shatri nuk bie në grackën e vet lavdimit, por tregon respekt të thellë për të gjithë ata që kontribuan në mbijetesën e arsimit në rrethana të jashtëzakonshme. Mund thuhet se libri ka një funksion të trefisht: dokumentues, edukues, por edhe frymëzues. Ai është dëshmi për qëndrueshmërinë e arsimit shqiptar, mësim për breza të ri dhe homazh për ata që nuk u dorëzuan përballë shtypjes. Arsimi fillor dhe i mesëm komunën e Prizrenit me theks veçantë në vitet 90-91, pra është vepër që i tejkalon kufit e një monografie lokale. Ajo është një testament i gjallë i përkushtimit arsimor dhe kombëtar në kushte ekstreme, një gur themeli për të kuptuar më mirë rolin e arsimit në ruajtjen e identitetit të shqiptar. Met Shatri me këtë libër jo vetëm që ka shkruar historinë, por e ka ruajtur atë nga harresa, duke na kujtuar se arsimi nuk është vetëm dije, por edhe sakrificë, qëndres dhe dashuri për kombin. Autori i qasët temës me një ndjeshmëri të theksuar historike dhe emocionale, duke mos lënë anash asnjë aspekt që ndërlidhet me përpjekjet e komunitetit arsimor për të mbijetuar. Ai analizon edhe kontekstin politik dhe shoqëror të kohës, duke vendosur arsimin në një rrjedh më të gjerë të ngjarjeve që ndodhen pas suprimimit të autonomisë së Kosovës. Përmes kësaj, lexuesi e kupton se arsimi nuk ishte vetëm një proces mësimor, por edhe një akt i qartë i rezistencës kundër asimilimit, mbijetesës dhe rilindjes së kombit tonë. Për më tepër, libri sjell një pasqyrë të plotë të strukturës arsimore në komunën e Prizrenit në atë kohë, duke përfshirë numrin e shkollave, numrin e mësimdhënësve, numrin e nxënësve dhe përfaqësimin gjinor, etnik dhe krajinor. Autori përpiqet të tregojë jo vetëm se çfarë ndodhi, por edhe si ndodhi dhe pse ndodhi, duke i dhënë kështu librit një dimension analitik përtej përshkrimit kronologjik. Një vlerë e veçantë e veprës është dokumentimi i kushteve të punës dhe të mësimit në shtëpi private, që shpesh ishin shtëpi modeste, pa ngroje, pa ndriçim, apo edhe kushte sanitare. Shumë prej tyre ishin caki inspektimeve dhe i kërcënimeve të pushtetit serb. Autori sjell me vërtetësi realitetin ashpër të asaj kohe, duke përfshirë edhe rastet e shkeljeve të drejtave të njerit ndaj mësimdhënësve dhe nxënësve.
Një pjesë tjetër e rëndësishme që meriton vëmendje është përshkrimi i rolit organizativ jo qeveritar dhe diasporës shqiptare, të cilat dhanë një ndihmesë të madhe për vazhdimin e procesit mësimor, qoftë përmes financimit të pagave për mësimdhënësit, furnizimit me libra dhe mjete didaktike, apo edhe sensibilizimit ndërkombëtar për situatën në Kosovë. Kjo pasqyron një mobilizim të gjerë kombëtar për mbrojtjen e arsimit si të drejtë themelore. Autori gjithashtu ndalet në përpjekjet për standardizimin e kurrikulave që i përmenden edhe kolegët më parë dhe ruajtjen e cilësisë në kushte më minimale. Përkundër vështirësive, sistemi paralel arsimor arriti të ruajë vazhdimsinë e plan programeve dhe të mbajë gjallë aspiratat arsimore të rinisë shqiptare. Ky është një tregues i qartë se arsimi ishte bërë pjesë e rezistencës qytetare e mbështetur fuqimisht nga komuniteti. Profesori Indjer Abdul Rama, një veprimtar i shquar i çështjes kombëtare, në një rast, në një takim me qytetar tha, po citoj, me organizimin e mësimit krahas paralel ne i tregum botës se jemi civilizim i veçantë, sepse po u desht edhe në shpella do të aspirojmë drejt dijes dhe dritës. Zoti Shatri e dëshmon me shifra dhe fakte këtë gjë në këtë libër, pra në Prizren. Libri përmban tabela dhe dhëna statistikore që ndihmojnë lexuesin të ketë një pasqyrë të qartë për masën e përfshirjes arsimore dhe impaktin real të politikave shtypse serbe mbi sistemin shkollor. Kjo qasje bën librin të vlefshëm edhe për studiuesit që kërkojnë bazë të dhënash për analizat e mëtejshme. Përfundimisht, vepra e Met Shatrit është një kontribut i çmuar në historinë e arsimit në Kosovë që meriton të lexohet dhe të studiohet me kujdes. Ajo është jo vetëm një dokumentim i një periudhe të errët, por edhe një dëshmi e ndritur e dritës që bjetoi përmes dijes dhe përkushtimit. Në një kohë kur arsimi ballafaqohet me sfida të reja, kjo vepër na kujton se arsimi mund të mbijetojë edhe në kushte të pamundura, nëse ka vizion, guxim dhe dashuri për dijen dhe kombin. Autori i kësaj vepre, Met Shatri, është një figurë me përvojë të pasur jetësore dhe profesionale në fushën e arsimit dhe të angazhimeve shoqërore e politike. Ai ishte i burgosur politik gjatë regjimit jugosllav dhe pas përfundimit të dënimit, ai u detyrua të largohet nga vendlindja e tij në Istok për të viju jetën dhe punën në Prizren. Në këtë fatkeqësi, pra të Met Shatrit, Prizreni përfitoi një kuadër të jashtëzakonshëm pune pra në këtë rast. Në vitin 1989, Met Shatri u përjashtu nga puna në shtypshkronin Rami Sadiku për shkak të bindjeve dhe angazhimeve të tij në çështjen kombëtare. Që nga viti 1990, ai u bë pjesë aktive e lidhjes demokratike të Kosovës, duke u bërë pjesë aktive në organizimin paralel të arsimit. Pra, ai ishte edhe antar i kryesisë së lidhjes demokratike dhe ka mbuluar sektorin e arsimit bashkë me profesorët kolegët e tij. Pas përfundimit të luftës Kosovë, Met Shatri pra vazhdoi kontributin e tij në arsimin publik duke punuar në drejtorinë e arsimit komunë e Prizrenit, përvojë gjerë dhe personale që e bën autorin jo vetëm një dëshmitar të kohës, por edhe një kontribues të drejtë për drejtë në zhvillimet që ai trajton në këtë libër. Libri përkatësisht librat e zotit Met Shatrit dhe përvoja e tij jetësore si angazhimi politik që në moshë 3, pastaj përgjatë viteve 90 të shekullit të kaluar, si dhe puna në arsim, e bën këtë libër të nderuar të pranishëm një monument të gjallë për dokumentimin e arsimit në Prizren. Kjo vepër do të shërbejë padyshim si referencë për studiuesit e kësaj fushë në të ardhmen e vendit tonë dhe më gjerë. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit doktor Fadil, ndërkohë ftoj profesorin Hasan Hoti këtu në Foltore ti thot 2-3 fjalë për të ndjerin. Unë nuk kam përgatit letra dhe nuk kam asprire për majtë fjalimet gjata, bile dhe metës rregullisht ja kam pa për të madhe që shkruan shumë gjatë që si dëshmi është edhe ky libër. Kemi punu një kohë gjatë bashkë, por unë ja kam pa, nëse mund të ashtu hajrin, se kur i shkruaj ki përgjegjet për drejtori ose për asamblej komunale i shumë të aqë gjatë, sa që deputetët
nuk parashtrojnë më pyetje se thotë s'kemi kohë ma me ndëgju, kështu që unë kam një dobi prej volumit të metës në të shkruar edhe në të folur. Me metën unë kam qenë pothuajse të rjetë. Për i vitit 77-8 kur ka ardha, e këtu deri në momentet e fundit kemi qenë zbashkut. Kemi punuar zbashkut. Fadili përmendi në kryesinë e Lidhjes Demokratike, ka qenë përgjegjës për arsim, une për kulturë dhe për financa, kështu që edhe para lufte po, edhe pas lufte kemi punuar meta sigurisht më shumë se unë në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e arsimit. Për punën e metës u fol shumë. Unë do t'i them vetëm disa kështu për me e te i kaluar monotoninë që zakonisht e sjellin referatet, sado që të mira t'jene që kanë qenë edhe janë. Unë mund t'ju them se me metën kam kaluar pjesën më të mirë të jetës sime. Edhe në punë, por edhe jashtë punës, jemi shoqëruar rregullisht. Pjesa më e vështirë ka qenë pas luftës kur i kemi vizituar fshatat dhe shkollat e rënura dhe punën që është bërë në fshator. Kemi pas edhe ndërkombëtar. Një problem të madh kemi pas edhe në zgjedhjen e drejtorëve. Na akuzonin se i zgjedhim sipas përkatësisë partijake, në tasha ne kështu, dhe shkum ne në një shkollë që s'pja jap emrin, me një ndërkombëtar. Thot, shkollat vërtet janë katastrofë dhe katastrofike, por këtu qenë ka edhe drejtori katastrofal. Edhe ka pas në kohën kur ne kemi punu edhe drejtor, se i lavdut ju disa, po ka pas edhe të tillë që ka qenë vërtet katastrofë. Ne kemi punuar në ndërtimin edhe në strukturimin të ashtu të rrjetit shkollor. Kemi shkuar në një fshat, mos ja përmend janin, është këtu afër ku ishin vetëm 7 nxënës. Ne donim që ata nxënës t'i transportojnë në Prizren për shkaq të caktuar. Na kanë rrethuar aty ku kemi qenë në mbledhje dhe na kanë kërcënuar me jetë që shkolla s'bën të mbyllet. Ne ju shpjegojmë që për hir të nxënësve do ta bëjmë këtë dhe në atë fshat tash nuk jeton asnjë njeri. Shkolla është mbyllur. Po ashtu në një fshat tjetër e kemi marrë shkollën e vogël, tash s'është asnjë nxënës aty. Në një shkollë tjetër, ta e them në Shkozë, na kanë mbyllur, kanë ardhur ndërkombëtarët dhe na kanë shpëtuar. Domethënë, edhe pas luftës kemi pas një rrezik permanent për njerëzve të. Mos harrojmë se Meta ka qenë koordinator në arsim. Pasi letë kjo e humbi pushtetin, unë në Meta pa punë, Meci ja ndrun punën. Metën e shëndrun në një zyrtar thjesht për një eksperti të arsimit në një përkthyes të zakonshëm. E lën anash tërat përvojë të tij themi ashtu në arsim dhe atë aftësitë të tij intelektuale për me udhëheqë arsimit. Dhe unë i thash bujarit kom emocione kur flas për Metën, dhe që veç fillova unë pak më ndryshe mendu. Edhe unë kam 2 vjet pa punë në atë kohë. Por me Metën më taku rregullisht. Sa herë diltet në pauzaj, unë vinsha atë hanë me mëngjes bashkë atje. Meta ka pas një jetë themi ashtu shumë dinamike, për kryer. I ka kaluar të gjitha fazat, sidomos në arsim, prej mësuesit e deri te autor i teksteve. Vetëm profesor universiteti s'ka qenë. Edhe ka merituar. Meta ka qenë jashtëzakonisht i sinqert, i drejtë, edhe i qetë, i urtë, që unë se kom pas atë qetësitë ti. Unë ka shpëtuar në shumë raste. Shpeshherë vinin me plot ngarkesa njerëz të ndryshëm për me kriju situata themi ashtu të padëshirueshme, fal Metës si kemi të kaluar shumë situata. Dhe unë pak para bisedova me bashkëshortën e Metës. Meta e ka kryer një mision vetë.
dhe edhe familja, po edhe ne, shokët e tij duhet me qenë krenar për atë që ka bën dhe atë që kalon pas. Ka mujt edhe më gjatë me jetua, por nuk ka qenë në vullnetin e dëshirën tonë as dikush tjetër ka vendosur për atë. Prandaj edhe ne po them me metën unë kam kaluar jetë pjesën më të mirë të jetës time. Juve familjarëve ju dëshiroj që të vazhdoni punën e metës. Ju kërkoj falje që pak jam emocionuar dhe s'po muj më fol bashkë si duhet, se di edhe më fol edhe gjatë, edhe kanë erë edhe mirë, por ashtu si që ka pas jetën, i ka edhe veprat. Vepra është plot saktësi e përpiktë, përmbajtësore, edhe është një lloj pasqyre kjo vepër e jetës së tij. Faleminderit çdo të mirë. Faleminderit profesor Hasan Hoxha. Ndërkohë të pranishëm, zoti Mec Shatri tham të gjithë se nuk është mesin ton. Ai ka lënë një bagazh shumë të madh, sikurse në aspektin profesional ashtu edhe atë intelektual. E mbi të gjitha ka lënë një familje të mrekullueshme, pa të cilën sot nuk do të mund të organizojë ky aktivitet shumë i rëndësishëm për jetën dhe veprimtarinë e tij. Një punë jashtëzakonshme, një libër jashtëzakonshëm dhe fal bujarit i cili e ka bërë këtë organizim, ne jemi sot këtu, prandaj edhe ftoj këtu në foltore. Të nderuar të pranishëm, miq të afërm dhe dashamirës të fjalës së shkruar dhe të arsimit, të nderuar ish-kryeministër, ish-ministra, ish-deputet, miq dhe shokë të babës familjar dhe kushërin. Sot në këtë ditë të veçantë, ne si familje, qëndrojmë para jush me zemra të mbushura me mirënjohje dhe me një ndjenjë të thellë mallëngjimit. Promovimi i librit të babait ton është një moment që na mbush me krenari, por njëkohësisht na kujton mungesën e tij. Megjithatë vepra e tij jeton dhe kjo na jep forcë për të vazhduar të nderojmë kujtimin e tij. Prania juaj është një dëshmi e dashurisë dhe respektit që keni për të dhe për atë që ai përfaqësonte përmes veprimtarisë dhe penës së tij. Ju jeni bërë pjesë e këtij udhëtimi dhe për këtë ju jemi thellësisht mirënjohës. Një falëndrim i veçantë shkon për redaktorin e librit, zotin Skënder, i cili me përkushtim dhe profesionalizëm ka punuar për të sjellë një dritë vizionin dhe autorin e librit, të autorit e librit, duke ruajtur me kujdes çdo fjalë dhe mendim të tij. Po ashtu falenderoj nga zemra recenzentët Dr. Fadil Kryeziun dhe Bajram Shatri, të cilët me analizat dhe vlerësimet e tyre të thella kanë ndriçuar vlerat e kësaj vepre dhe i kanë dhënë asaj një kuptim më të gjerë. Prandaj kontributi juaj ka qenë i pazavendësueshëm për të nxjerrë në pa thelbin e punës së autorit. Po ashtu një mirënjohje i takon edhe lektorit të librit, zotit Veseli Ysa profesorit, për kujdesin dhe saktësinë në përsosjen e tekstit, duke bërë këtë libër një pasqyrë të denjë, të talentit dhe shpirtit të babait ton. Nuk mund të lëm pa përmendur të gjithë ata që kanë kontribuar në botimin e këtij libri, nga shtëpia botuese, dizajnerët, stafi organizativ dhe të gjithë ne dhe familja e ngushtë. Së fundi dëshiroj të falenderoj të gjithë ju që keni ardhur sot për të ndarë këto momente me ne. Faleminderit. Faleminderit shumë bujar për gëzoj për organizimin, një ngjarje shumë e madhe, e rëndësishme, me shumë emocione, por mbi të gjitha kulturore që i duhet qytetit Prizrenit. Ky libër është një dëshmi e gjallë që zoti Mec Shatri ka punuar bukur shumë për arsimin dhe mbi të gjitha për të gjithë gjeneratat e reja të cilat do të vinë dhe ato që janë aktualisht, të cilat do të mund ta shfrytëzojnë këtë gjatë studimeve dhe jo vetëm.
Në këtë libër, me mbi, si që tha dhe Skenderi, mbi 700 e diçka faqe, është përmbledh arsimi për 50 vite, jo vetëm komunën e Prizrenit, por në regionin e Prizrenit, Suarek, Dragash, Ravec e të tjera. Periuda 1925-1999, periuda më kritike, dhe gjithashtu 1990-99, ajo ku të gjithë e dim se çfarë kemi kaluar ne që kemi lindur para luftës, ndërkohë nga ky libër do të mësojnë më shumë gjeneratat e pas luftës, të cilat nuk e kanë përjetuar luftën, nuk i kanë përjetuar dhunën, terrorin serb, por do të kenë mundësinë përmes arkivave të dinë më shumë. Dhe tani unë të gjithë ju falenderoj për shkëm kështu në fundin e programit të sotëm, në promovimin e librit shumë të rëndësishëm. Jashtë kemi një koktej dhe falenderit redaktorëve, recenzentëve, organizatorëve për këtë promovim të mrekullueshëm, ju të gjithë që jeni bashkë sot me ne. Jashtë është një koktel, jashtë do të mund t'i merrni edhe librin fakt të autorit tashmë të ndjerë. Faleminderit edhe familjes që më kam përzgjedhur të jem sot moderatore e këtij aktiviteti të rëndësishëm. Besoj dhe shpresoj se do të takohemi edhe në ngjarje të tjera të tilla. Grazie.